Mirë se keni ardhur pet, s'po i thon mirë brama, s'po i thon mirë dita diçka, preke subscribe apo ke Onima TV apo? Preke subscribe. Apo sa kena harru, apo Piotr, ka të ti herët për këtë punë. Si i poshën në kanalin, të ke preke subscribe. Mos harroni subscribe Onima TV, MC Beka Official. Onima, ç'është kjo? Onima Space, a Space Onima. Onima Space. Okej. Po vazhdojnë ana me këto me serialin ton, me epizodat tona, sot do kemi një musafir shumë specifik. Po them musafir shumë specifik. S'po duam i zbulu krejt në fillim. Cilën definitivisht unë e kam heran, me fjalë komplet, ashtu komplet plot. Po kena ka me bo muhabet për atë punë, kështu që na nuk koncentronu mirë. Mos jo se këtu kanal s'ka, mos e ndroni kanalin deshtave thonë. Jo e ndroni kanalin, po çto mane deshat kryet. Tani masane e bëni një like, komentet. Komentet keni kujdes kur shkruani amoni kot. Po, është shumë e rëndësishme për juve, jo për mua. Na e kem ka like delete. Kështu që po ju lajmëroj jo, po ju paralajmëroj edhe po ju prezantoj mikun, Jaranin, dostin, shoqën tim Ambera Klementi. Mirë se ki ardhur. Mirë se të gjeta. Se shumë interesant, shumë isa po më thonë, na jap dorën, po jap dorën. A jap dorën domethënë? Patjetër, patjetër. A e pot? Nuk kemi prej ekstremista. Pse e bujnë muhabet këtë punë? Meresh. Nuk e di, bre, ka disa dietarë që konsiderojnë që është Dietar. Dietar. Në çfarë aspekti dietar? Çfarë denaj nëse e flet ata? Po dietar për shembull ata që kanë studiu fenë, kanë studiu islamin. Po mirë, çka shkruan? Unë mendoj që duhet të përshtatet shoqënisë. A jemi të barabartë, më fal, që po a jemi të barabartë? Ai ka lënë rregulla? Super, barabartë jam. Ata që i konsiderojnë që janë rregulla normali praktikojnë, ata që konsiderojnë që nuk bën, nuk i praktikojnë. Unë mendoj që duhet me u përshtat shoqënisë. Edhe kohës? Edhe kohës gjithashtu, po shoqënia. Venit, temperaturës? Patjetër që po, patjetër që po. Ka për shembull rregulla që në shtetet arabe janë strikte edhe s'kiqare pa i respektu. Këtu janë rregulla tjera. Këtu janë për shembull opsionet e hapura, nëse don e bën, nuk gjykon kërkosh, nëse don nuk e bën. Absolut, po sa i përket ligjit me ligj je i lirë me bëj çfarë dush. Super. Bravo. A din dallojnë sanet shumë. Sa i përket komenteve që kanë. Pas në një rastim. A vëdon jo? Jo, mos i prek. Ja, certë, ko musafir, thojnë musafirin. Duhet me majtë. Ka njerëz e lëku, e mon në qiell e mon njerë. E deri sot e për... Shpia është e Zotit dhe musafirit, thojnë. Jo, për qilë tani. Ja, që shdush bek ti e dën ti e Zotit shpis. Renet e njerëzimit e janë shumë mirë të shpjeguar gjithka. Patjetër. Ajo që na rrethon, do të më konë të falenderojmë që e kemi. Ato që na i shkatrojnë për rreth ata njerëz edhe të nesrit shiten që janë dikush, dje që i kanë bërë dëm gjeneratës që vjen se jo neve, ajo krijon qebre, bravo. Viking i kom të. Ajo të cilën na jemi të e pa në këtë vend bukur që e ka falë Zoti edhe na ka beku, faktikisht, është tu shkatru, pse po vina dhe të kjo? So po du me ardhe një vend ku kjo ka qenë, definitivisht është marrë disa vite me atë punë, Ambera ka qenë asistente, zavence, e Ministrit Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Dr. Ferit Aganit. Po, sakt. Që aty edhe i na njoftu realisht. Edhe i na njoftu. Ka dikun prafërsisht, ka qenë viti 2014, Kemi punu në pastrimet në Nujore, e tjerë. Kemi pas projekte tjera, cilat do të më mbështu nashta a na ka me në lidhje atje, jo? Jo, përveç stafit civil që janë të njëjtit, edhe nuk ndryshojnë asnjëherë, ata janë me kontratat përhershme. Kabinetat e ministrave ndryshojnë. Po. Normalisht edhe unë edhe ti kemi shoqëni që na ka me aty për shkak të raporteve që i kemi pas patjetër. Ka qenë periudha më e mirë e jetës tim, po edhe më e vështira realisht. Ke pas obligim? Përveç obligimeve personale, obligimet ndaj ministrit kanë qenë të jashtëzakonshme. Plus asaj tu e pas parasysh unë jam kon me zero përvojë pune. Edhe në start me tu jap një punë e tillë u kanë kogja sfiduese për mu. Po gjithsesi tu e pas parasysh që bagazhi i Zotrit Ferit Aganit ka qenë jashtëzakonshëm, raport me njerëz, raport me punëtor, raport me gjithë. Më ka bë me u qetësu edhe me kuptu punën që ashtu qysh ka qenë realisht. Ti e din sa ka punë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është e padiskutueshme, ka shumë sektore, i ka ujnat e zeza, i ka ndërtimet pa leje, i ka zhvendosjet, urbanizmet. Nëse jem atë dhe dashës, s'po folim patriota, se jena lodhë të thonë patriota, atë dhe dashës, sa e dojmë në atë dheon, tregon natyra.
Sa e dojmë na dheon përmes dëmtimeve? Na e dojmë oborrin tonë shumë, po për të derës shtëpisë. Do është do të janë të shkatërrohet. Për të derës shtëpisë nuk është atë dhemë, nuk është veni yt apo? Çashtu e konsiderojnë fatkeqësisht. Unë që s'kisha dashur me ekzistu kjo vlerë në shoqëni. Masnej, domethënë kjo është vedije personale. Unë konsideroj që është shumë vedije personale. Njerëzit janë shumë të harruj temën që ka ndodhur me të koqësisë nuk ka shumë rëndësi. Ama unë mendoj që është ambienti i përbashkët. Si unë, si koqësia, nëse jashtë derës nuk e kemi. A krijon koqësia armiks, ti nëse veç ja bën të keqen se ki koqësi moj, s'është koqësia pse është ofër ti. Nëse gjuhet një mbeturin, gjuhet mes derës tëmë dhe të koqësisë, ajo është e përbashkët, fatkeqësisht. Tash ti na s'bën me fajsu për shembull kompaninë e pastrimit që s'vjen me ma hek shat letër, se nuk është detyra atyne. Ata e kanë detyrën me hek atje ku e kanë vanin. Edhe kjo vedije është, unë e shoh kafsht pra, është shumë interesant, nuk hajnë kafsht gjithkohë ushqim. I kanë vendet e caktume, që aty e hajnë, që aty e lajnë. Njeriu nuk është ashtu. Nuk e dia mungon vedia kolektive, a është problem personal. Unë kisha me thonë që është problem personal. Po vesh shumë kohë qasi? Ka shumë, me kjo e bën shoqnin. Betorinat inerte... E bën shoqnin. Betorinat inerte, thënë, diçka një murë, thënë, i qunë tjetër, konë tukë, të kitë të tërkuta. Amo nuk mendoj që është problemi i njerëzve në qëtë pjesën e mbeturive inerte. Materiali inerte, blloka, gur, beton, keq ato. Amo nuk menoj që duhet me ka një vend i caktuar ku shkojnë ato. Nëse në Prishtinë ekziston një vend qytete tjera. Plenët kanë qenë më? Kanë qenë plenët, gjithë. Po edhe ajo është ndotje brebik, edhe ajo është ndotje masive bile. Cila? Plenët kanë qenë, pleti e mblutash, nuk është më deponia Prishtinës aty, është veni ku janë gjujtë edhe janë janë klasifikuar më sa rro, do të thonë. Po dikujt nështë apo paki ju ka dhimt edhe 1 litër naftë për mi qudhe aty. Po pra, kjo nuk është vedije kolektive, nuk është vedije personale, nuk është vlerë. Unë mendoj që nuk është vlerë. Në Ministrinë e Mjedisit dhe sa jemi kohë na edhe ti gjithashtu, e din sa shumë kena pas organizime për me pastru me vetë iniciativë se cilin vend Kosovës. Sidomos vendet që kanë qenë atraktive për turista. Jemi kohë në Mpeje, jemi kohë në vendet që janë ma të atakume me njerës që munden me vizitu Kosovën. Ka egzistu e pasër vetëm një javë. Si ka ardhë vikendi tjetër, prapo është në qatë gjendje. Unë menoj që vedia kolektive duhet mu instalu në shkollat fillore, klasën e parë, të edukata qytetare. Mi thonë fëmis nuk bën me gjujtë mbeturinë në gjithë konë. Sa e kupton ai se e kupton, kur t'ja bëjsh ligj në memorjen e ti, që nuk bën me ndodhë që kjo njej që shka ligjën familje, unë menoj që ati i pjekët. E qka nëse na e morrim, jemi asisoj ku jena mësu me 10 vite që çdo ligj që caktohet do të me thy? A është ligji për me përcjell apo për me shkel? Se këtu ki edhe në komunikacion, edhe ku tush, ha? Nuk menoj që është mindsetin tonë, që ajo është? Nuk menoj që është ligji për mu thy. E po mirë, po pse e thejnë tonë? Tonë të është edhe vetëm, ha? Mirë me është. Unë po du kërkon me do, njerëz. Se jo, me herë janë jo, qëllë. Tonë po thejmë ligje, pse? Nëse na e thejmë ligjën atëherë nuk jemi qytetarë të ndershëm. Kjo është fatkeqësi mas nej. Ligjet nuk thehen kur dush ti. Janë disa raste caktuar që thehet ligji, edhe aty dush me pas shumë arsye. Nëse ti e thën ligjin sa art kish shef, ti nuk konsiderohesh qytetar i ndershëm për këtë vend. Unë për shembull e konsideroj veten shumë qytetare të ndershme për shkak se e respektoj tatimin pronë, respektoj tatimin e secilin tatim që ma ka caktuar shteti jam. Shteti yt. Shteti jam, që ku jetoj. Komësia me çka unë ndjehna dhe qysh ndjenja prapë është ndjenja jamja. Mirë po, unë mendoj që qytetari ndershëm bosh kur ti respekton ligjen mbi të cilin je betu që kemi jetuar në qëtë shtet. Je betu bukfalisht po them, se s'është që kemi betu me shku me qidorën kushtetut kom ju përmbajt krejt ligjeve. Po bukfalisht qito që ai kemi normale, ditore, nëse unë si respektoj nuk jam i den me jetu në këtë vend. Atëre pra ata që peshkelin që po bazohen në kushtetute, peshkelin kushtetute. A është ligj i shkruar, a është ligj... Jo, njëve në mëson dikush me thy ligjin kush, ata që i kryojnë ligj. Jo, nuk menoj që duhet më respektu, nuk duhet më thy ligje. Toka jonë, ka me pas probleme shumë dhaja, tu e pas parasysh se unë qka kom po me kësit mi, jem tu po qka o të ndodh, edhe frigohem gjeneratave që vinë. Frigohem për shkak se s'kena milion sen. Sinqerisht, është shumë e frikshme. është e frikshme. Na vedojna, Kosovë, Shqipni, po. Ku është kontributi i Kosovës, nuk është lufta në Kosovë ka qenë vetëm një betej. Momentin kur u nala ajo luftë ose është fitua ajo betej,
ekziston betejë tjetër. Qysh me bo shtetin? Po, qysh me ndërtu shtetin, jo qysh me shkatru shtetin. Apo kupton, këtu na shta mujna me ardhe dhe dejta ajo punë. Çdo njoni e ka sot lirin, o zot shoqër, me bo çka dën me vetveten. Me tregu. Dek nuk jemi shumë keq. Jo, nuk po them që jena keq. Se për 25 vite, 26 vite pas luftës, të marrë parasysh sa u zhvillu vendi, në raport me disa shtete tjera që janë halon pikën zero, unë nuk mendoj që jemi shumë keq. Nuk e marrune për, nuk marrune shembull për tjetërit, është veç na. Unë. Pse, unë du me ndërtu, unë du me bo, nuk du mu nisur me pas piknisje të marrim një shtetë fqi. Jo, unë du mu nis vetë, po, du me nis, po. Tani, nëse qitën gara kush ka bo, është bota e ka sy, po, unë po menej, atë dhe dashunia është tem shumë e gjonë, e cila këtu të une për të regoj, bohet me pagimin e tatimit, bohet me rujtjen e ambientit, jashtë dyrve, bohet, të thonë mirë mëngjesi, maj. Mirë dita, të lutem, këto jënë zhduk, të është 90-ave, na e dim qështë ka qenë. Kanë qenë fjallë magjike, realisht, i kanë konsideru fjallë magjike. Pas të lutem, falë, ose diçka. Beson që unë halaj përdori edhe i kam pjesët të komunikimit tem. Vazhdimisht edhe kur flas edhe në gjatë raportit me punën, për shkak se unë e konsideroj që ajo manë. Edhe është një kulturë, një sjellje që mund është me përfitu tjetrin nëse ti ki interes me përfitu. E sot gjithçka që konsiderojmë fitim ditor është me përfitu tjetrin për interesin që e kem. Kjo ndodhëm punë, kjo ndodhëm me kry një shërbim ma heret market, ma shpejt, unë i përdori shumë. Edhe kur së më ka ra keq. Nështë atë tjetri ma ka këthy në mënyrën ma vulgare të mundshme, unë e kom bo temën. Kur ke fjalla për komentet, që i diskutovëm, leni komentet që... Që po amër ma betim me herë? Po ta bëj ma betin se e kom padje një koment që besëm... Që kjo puna e komenteve është. Unë e jam e gjikume shumë në rrjetet sociale. Unë e jam të merësisht e gjikume. Po a di që është një fatmirësi? Nuk më gjikojnë mu si amber. Krejt gjykimet shkojnë për shamin të. Cëllën? Për qdo që kom kry. Që sot është në gjyre gjelbërt, se du me tregu që jam e Mitrovicës dhe që ju më knoa që ka fitu Trepqa. A pas ka fitu Trepqa? Pas ka fitu edhe ka fitu shumë vend shumë. Edhe nuk më kapen mu si personalitet për shkak se shumica të në njerëzë mu nuk më njohin si person. Edhe qa ke raporti ke me një macë që kom tregu që më ka ra prej katit 6 e diskutum, që e kom shpëtu, e kom bo... Sa thyrje i patlet e din? 22 thyrje i ka pas. 22 thyrje. U kanë komplet e qame. E unë di shka i thash, po duhet me shtin gjumë, mos me munu. Jo, në s'kom pas euthanizing thirët në anglisht. Ajo ka vujt realisht një 3 muj, po sot është shumë mirë me shëndet, gëzona kur e shë, është loqë, maca ma e mirë që e kam. Po t'i qyret është shqiptare, dhe me thonë qëfar gajlje ka rok, unë e kom ceka aty që operacioni ka zgjatë 6 deri në 8 orë. Edhe tash ato e kish rok për gajlje sa ka kushtu, së nëse kom përmen qmimin. Edhe ja kish rok njerëzë. Para me nani kjo thët nuk me kalëzën qmimin, shtinja lopsin sa ka mujt mi kushtu. O, mëre njerëz, që u mërë menje, jeta, a ka qmim? A ka qmim mërë jeta, oj, ku e keni legjike? E kafshës qofte njeriut, kur është në pytje mundësia, nëse e ki mundësin, shfrytëzoje, mundësoja tjetrit me jetu ose me bot lumëtur, nuk është kur gjë bregmarë, asë nuk është keq. Ama, pse është ti në test dashunin tonë, aj? është mështi dashunin e dikujt në test, sa pore ka kushtu. Po pikrisht, unë mëj me tregu shumë, po nuk ka rëndësi se unë e kom shpëtu një jetë. Se denaj, se s'ko mos. Komente tjera, po ka shumë fmi që unë e di sa fmit ka nevoj sot, po nëse unë shkoj i thom një prindit, a ki nevoj për një ndim, unë muna me mendu që a i njëhet keq, kush jeti me mandimu fmiun tam. A djenë është një farë logike, është thik me 2 teha, se ti thu kush jeti me mandimu fmiun tam. Unë e kom një pyte me 2 teha. Hajde. A gocoj me pyte, a? Ta zom edhe so jeti kanë me që soj mocës, përse të që i konë në shpirë. Macët nëse mahen mirë mbahen të edin, da me thonë se sështë që s'ki kafshë dhe që s'kujdesesh për to, jetojnë deri në 16 vjetë, po mundën me jetu nëse janë të mirë mbajtne me vaksina, me medikamente, me ushqem, që është shumë i rëndësishëm, deri në 30 vjetë mundën me jetu. Unë i kam 4 momentalisht. Ka dole, deri në 30 vjetë mundën me jetu ku? Më rejana në shpeja, po jashtë? Se qëro është shumë e rëndësi me i ka shumë e rëndësi, po e vërtet. Ato që janë jashtë janë ma të rrezikume.
s'ma mërmenja, ato janë më të forta se ato janë më të forta në kontestin, do me thonë kontestin virtual trupit, amo jo me rujt, mu kujdes për të, sa jo ka rrezik prej qenit, ka rrezik prej kerrit. Sa moca tha i ki? 4. Një moc. E qysh ro pe balkonia, pse shtatin kata. Qatë që kom jetu, fatkecia sa ju kanë edhe e jemja, masa ne mu marrë shumë e ta. Apo? E këshyre tash kërë shrujnë. Po, as pa të konë me pështu vesh një mos. Po, Beson bek që faktori njeri më ka bu mi dasht kafsh ma shumë. Ajo fjalla, kush e ka thasë, besom që është kanë zënë ven, se cilën ditë ma shumë është kanë zënë ven. Për shkak se kafsha ta jep një energji ndryshe, din me të thonë falemderit pa ta qi qatë fjallë prej gojës. Mënyra që është këqyrë kur ti e ushqen është një shenjë falenderimi që po njihet mirë dhe është aty për ty. Unë e vështirësit më të mëdha tjetër si kum kalu në raport me maca. Macën mrena në shpemën? Po, flaj me to, qona me to, jam rregull. Që a shkruan aty në libër? Në cilën libër? Po atë librin e shajt, numër 1 që është. Decisivisht nuk është që ka në ajet kuranor. As pas ka? Sakt, po ka hadithe. Ka hadithet sakta për kafshët. Profeti i ka majt, i ka dash shumë. Edhe maca e profetit e ka pas emrin Mueza. Mueza, që sot shumë maca i dinë për botë, shumë emër i bukur. Shumë i përdorin këtë emër. Edhe, do me thonë, në momentin që e ka pa që maca është e pastërt dhe pastron veten, thot që këto janë prej nesh, edhe mundu me jetu me to si familje. Ebu Hurejra ka qenë njëri prej shokëve të profetit edhe ka majt një macën në mangën e dorës. Të vogël. Edhe kur u shku në gjami, thot qa kjo aty, thot e kam një macë. Po, e dim për tigrin që ka thujnë? Thot prej sodit, thot ti e baba i macave. Baba i macave? Edhe Ebu Hurejra me përkëthir shqipi bjen që është baba i macave. Luanin që shë thirin, e din? Ja, se di. Maca e sharit. Maca e sharit, kjo ndodhë të shqiptarët. Shumë bukur. Dhe më thonë, natyrin e dënë, shtazën e dënë, njerëz kjo ka kryu shumë shkolla, kështu që nuk ka rasisht edhe në pozicionet ndryshme që ka bën kjo, i bën me vedijet plot. Njerëz normal, unë një para dhe mas, jo, para dhe gjatë, se gjotë një. Gjatë njemi. Kjo s'ka ndru sen, po duke të tak, mashallah që thuj, po mos t'i ima të mashallah, kalzona amberin për jetën tone, kështu në efekt, që ka bon, tek bon, pse bon, a je veç me shtas të në kuon, apo, nej shtas të nëjse në ka të pak, a që këna keshim pak. Bek, unë për një me jam njeri shumë i shoqnushëm, jam shumë njeri social. Nuk është që kom bot tash, nuk është që mbulesa më ka reciklu, absolut, ma ka hap diapazonin hala ma shumë, se unë e kom njof një kategorit njerëzë për shambull ose veç të fakultetit, ose veç të ministrisë, ose veç shoqnin që e kom pas. Kur e kom vru mbulesën, më ka shtu edhe një kategori e njerëzve tjerë që kanë qenë vajzat me mbulesa dhe do me thonë familjarët e tyne. Absolut, mu ka rritë shumë diapazoni shoqnisë. Edhe për mu gjithë kush është i pranushëm. Unë kam shok krishter, unë kam pas shok ateista, kam hala. Kam shok agnostik, që për mu edhe nëse vjen puna me diskutu që është që në Zotit, a egzistan, a nuk egzistan, mu mjafton me të jep argumentin tem. Çështja jote e besimit tanë, për mu kom e qenë respektushme deri në momentin sa të rritë ta pi qatë kafe me ty. Kur dalim ma nej, nëse mu ndodh një fatkeqësi, ose ty, kujna i lutë është ti, kujna i lutë na une, a është problem shumë personal tani. Se unë e kom pa për shambull që shumë njerëz thoi nuk besoj, fatkeqësia e parë që i ndodhët o Zot. Mrena në egzistencën e ti egziston diçka që beson të mbi natyrshme. Nuk është që veç hajtë, thot nuk besoj. Unë menoj që është trendi sot mos me besu. Konsideron që shka që... Bëj trendi sështë, Allah, se jënë fut në përshto rritë sociale shumë informacionet gabume, saj përket qdo feve dhe kështu ka filluaj pak mu degradu, edhe pse njerëzit duhet me zemër me dashtë atë punë, se nuk është veç hajt për in ose out. Unë në shumë të një rasti ku po sene cilat nuk janë të mira, po, të mira për individin, po ashtu me i farë mënyre njerëz, kjo është shumë personale, shumë është personale. Unë nuk e di se njerëzit fillojnë me marë paragjykimet ndryshme. Beson kondush, ama beso. Beso. Qa jo është shumë e rëndësi. Të ndihmon ty. Pa tjetër. Të ndihmon ty me u kriju si person. Unë shoqen teme në shami, mulle tani më folë për islamin, jo, mësë më folë për islamin. Ate po folim për sene më të mira, për sene të lumë tona të cilët ka nevoj
kem nevoj na, ka nevoj shteti, ka nevoj rrethi, ka nevoj gjenerata, du të me mësu gjenerata diçka prej neve, kështu që adin më starojmë të është marun, kësë së do kërë, ka të marun. Po, mëre, jo veç marun, po për shambull, unë jem kanë frekuentuse edhe në Mitrovic, ku kam jetu gjatë shkollës mesme, kam dalë për kafiqa, kam dalë për diskoteka, dhe nuk e kom pas atë problem as njerë, po, gjithmonë e kom falja cen. Edhe mas në jom dalë, nuk e kom pas. Tash kështu pytje, që, po dhe, pytje. A ta ndalon kjo me dalë në kafeteri me pi kafe me mënë? Tash, mbulesa, me ty jo. Me pi kafe, a? Ty nuk ma ndalon, na apinum kafe dje. Po dhe. Kur që tragjike s'ke. Ta me kam cu. Po na apinum kafe dje me beken, absolut, kina diskutu për temat ndryshme. Ma ndalon me shku në diskotek. Po si më kone dhe unë e ma te. Ilirje. Ilirje. Jo, mu ma ndalon për shkak të rrethanave. Aja, është diskoteka edhe kjo me diska po nuk menoj që mas mari mosha jam, ma duhet me kam pjesë e diskotekave. E para, një prej rrethanave, e dyta, mbulesa më determinon ndryshe, gjykimet e njerëzve janë ndryshe. Mandej, unë e konsideroj alkoholin haram, unë e konsideroj muzikën që ta ndryshon gjendjen tane haram. Unë e fola dje, tregova që muzika për atë dhejon, nëse i kënon herojve, shtetit, flamurit, nuk është haram. Duhet. Po, vetëm pak, nëse qëto ta bëj pyetje, se pak u ngutëm dje, tash kom ngut pak ma shumë. Hajde. Do më thonë nëse i këndon atë dheut, do më dashuris për atë dhe, për folim këto, ajo është këndim. Po. Që hen në muzikë, apo këndim. Me instrumente. Jo, prit pak, mos më gotë. Tash, të muzikë, po. Ajo është muzikë, këndimi është pjesë e muzikës. Po. Okej, instrumenti është pjesë e muzikës, ose aranjmanit. Po, pyetja cilën tu më ta bo, ruja më tjerë. Kurani, lexohet a knohet? Këndohet. Super. Ose lexohet bukur. Po, miro, knohet. Këndohet. Nëse ai libri shajt knohet, e shliron shpirtin. Fillon me bash shpirti dritë, apo? Sa është e fuqishme muzika për shpirt, mëresh, po folim për muzikë, jo për ato që pingojmë nësët. Do më thonë, njereun e qënë para, e qënë me vullnet mirë, apo kuptan. Po do muzika që ingojmë na, tash mund shme kalzu për muzika që ingojmë na, që janë sët për shamull. Ato, a kanë lidhje me muzika, jo? A janë muzikë? Jo, pret. E si janë, do më thonë, a? Jo, veç diçka, t'lutna. Jo, më së shteti ujna kërkanë, se unë veç po du me bo një krasem. Ti ju ke këndu lobve, edhe komplet bota e din tekstin tonë. Po, jo se din asnjë valla. Nuk e di gjeneratat e reja, po gjenerata jam që... A din tekstin komplet? Jo se di, e di refrenin. A, pa, refrenin të tjetër diska. Ju artistat e keni një theksim, ju e keni tendencen me kap veshin e dëgjusit. O lopët e mija, ma të mirat nga tonë, është shumë e kapshme për njerion. Njëjtë ndodhë dhe sot me tekste, po me hi me analizu tekstin që ka flitet sot, s'ka lidhe me ato që është... është e të mërshme. Jo, faktikisht i lidhet qasaj që është tamam qashtu. është reale. Tekstet sot janë shumë reale. Zhvlerësohet femna, deshet femna. Përpara i kanë këndu Vetullës, i kanë këndu Belit Hall, i kanë këndu faqeve si Molla. Qashtu, super. A ki lexu librin e Dimitër Shuteriqit, Kong Dashnia? Jo. E atëherë ndromen jo, veç po bez, jo, unë e di që... A ke Dimitër, cili ke punë do këqaj? Mos më shet jeshe i meqëm tash, edhe vidion e tekstet edhe pronarët e teksteve. Ju gonë t'i ligjer ku ju pas lexu se shumë. Edhe përpara janë shkru tekste banale. Po kanë pas cenzur. Normal. Edhe që për shoqni, unë e kujtoj për shembull vitet 89, jo, po 90, 98, 90. I bëshin do kaseta për vitin e ri, unë si fëmijë kujtoj. Për shembull ka pas tekste shumë të bukura, po mënyra e zhveshjes të femnave fillon mu tërhek pak njerëz prej atyne, se nuk ka qenë e kapshme për synin e shoqnisë në atë. Sot do shumë normale. Sot i këndohet narkomanis, i këndohet tradhtis, ta ko marrë grun, ta ko mbo femnën kështu, ta ko mbo ato kështu. Do me thonë, është e pranishme në shoqni, që kjo mandej e bjen zhvlerësimin e femnës. Okej, zhvlerësimin e femnës në çfarë aspekti? Në gjitha aspektet e mundshme. Okej, pse femna Se femna merret si objekt për me ndërtu një tekst që sot do shumë e rëndësishme në shoqni, po të njëjtën kohë dhe zhvlerësume. A qysh po në shaj dashnie? Femna është simbol dashnie. Femna shihet si diçka që unë nëse posedoj, muj me pas gjithçka mas vetës. E ndjenë diçka bukur po menon.
Disa e konsiderojnë të bukur, disa e konsiderojnë një numër, disa e konsiderojnë diçka ma shumë, disa e konsiderojnë vlerë nëse unë jam marrë dikuj tjetër femnën, apo më kupton, do me thonë nuk është e njëjta me qysh është përpara, a kena diskutu, përpara jem vra për gra. Jo, që vra për gra. Po bjem fjalla, kam bo lufta. Jo, po kam bo lufta, kam bo lufta, i dina na histori. Edhe vlera ka qenë ndryshe, ka qenë edhe mashkullit ndryshe, për shkak se nëse një mashkull e ka konsideru vlerë gruan që e ka të shtëpia, e ka vlerësu deri në fund. Edhe gjithmonë ka folë me dashuri për nanën e fëmijëve të vet, e ka respektu sot momentin që një gru për shembull e kërkon drejtën e vet, thot a din çka, e ki deri në qel. Okej, a është kjo problem? Unë mendoj që po. Janë disa detaje që duhet me u bo marrëveshje para se mu martu. Marrëveshje? Jo marrëveshje të shkrume, po për shembull nëse flitet për një të kalumet një çifti. Jo, na shtat shkrume se kështu. Ja, s'ka të shkrume. Ta shkel me herë aty, hajti. Nëse flitet për një të kalumet një çifti dhe merrem vesh mos mu diskutua ajo çështje mas martesës. Edhe ty të vjen një moment edhe thu pa ti ke bo qështot, ose ti ke bo qështot. Që kjo është e keqja, tani. Që kjo është marrëveshje. A është ta problemi që martesa është sakrificë të cilën nuk e kanë kuptu, heq? Mbarët prej kuj sakrificë. Zakonisht, nëse ka fëmijë, femnat zakonisht sakrifikojnë. Sakrifikojnë për hatër të fëmijëve, pse dashnia mes... Moshkujt se nuk sakrifikojnë, apo? Që pas që ato që je the ti, se ju unë se thash. Mashkujt munën edhe mi marrë fëmijët me i rritë. E din që me ligjit takojnë nanës, për shembull. Po. Edhe për atë nanë që se ka një punë, se ka një shtëpi, një kulm mbi kry, është shumë problem, është sfidë sot, mi rritë ata fëmijë. Edhe për mos me marrë sfidën komplet mbi veten, atëherë vendos me sakrifiku. Kjo është sakrifizë shumë e madhe e cila ja vlen. Ja vlen. Po, se për shkak fëmijët... Po thu që kalon ajo gjendje dhe bëhet... Po çka mi ju thonë divorceve të shumta të cilët as po kanë fëmijë, po e shtin egon e tyne në kontratë. Egoja e tyne shkatron një lidhje. Kuptan, jo e tyne, e njonit, po dëve. E dëve. Se këtu vjen... Po, normal. Qa do në me ato? Kush e ka pru qatë fenomen këtu të na? Unë mendoj që është një kohë shumë e gjatë që njerëz durojnë. Ose është një kohë shumë e gjatë që një njeri mësohet me qatë jetesë, edhe mendojnë që ashtu është normal me jetu. Nëse dikush nuk don me shkatru një martesë. Mendon, jeton edhe bëhet normal. Cilën e kështë ndalu me lesht i martesën? E zona. E vetë një martesë që e kështë ndalu me lesht, këmë thonë është martesa me sërbët. Ajde. E nita, apëshe? Apet e thëmë, po e thëmë pak me një tërhekje taktike. A qka e thuj aty në të cilët po martohen? Për shkak se gjeneratat e reja është pak problem ja u spjegu ndjenjën që kena ndjena luftën. është pak problem për shembull. Jo, po shumë që e këto këta nuk mund me kuptu. Nuk e kuptojnë. Çka kanë hek mahalltame për shembull ku. Për një tri sot e rëndësishme është me u ndje mirë me personin që e ka përballë. Për mu është shumë e rëndësishme me ditë kush është personi që është përballë. Është tepër e rëndësishme. Unë mendoj që një njeri që nëse një herë ka fol keq për mu, për familjen, për shtetin, për kombin, nuk ka vend të one. Në këtë rast është armiku që e kemi pas një kohë gjatë. Këta, gjeneratat e reja ose Gen Z-a që thojmë na, fatkeqësi shumë e madhe, fatmirësi edhe fatkeqësi. Fatmirësi që si kam përjetu që ato që e kena përjetu na, edhe fatkeqësi është që nuk ja dim vlerën. Vlerën kujt? Vlerën të qenurit njeri korrekt në ato që e danë. E du, po e za shembull një sërbe. Qa nëse dashnia e qërën? Qa e ndëgjova një fjallë të bukur sot, bashkë shkon që kjo temë. Po thët, hoqke, unë e tha së ja ndalu djali te mu martu me një sërbe, tha po ndarësëm nuk i shkoj. Okej. A përdin, do me thonë, dëshira e prindit për fëmijën e vetë është okej. Po unë s'muj me kam pjesë e gëzimit, tonë për shkak se për mu nuk është gëzim. Gëzim. Nuk është gëzim, se unë e kom përjetu ndryshe qatë njeri. Qysh me mësuna këtë Gen Z ose generatën Alfa, tani generata Beta pej vjetë ka njësë pej funit vitit, qysh i mësojmë nëse në është obligimi jonë me mësu pse ju? Ka shumë faktor. Do të me zot është thik me dy teja, se nëse ti a qëtë një dokumentar gjdo javë, një triu sot, mund është edhe psikikisht pak me lëndu. Ti ja fshin truni, është doja që përlonë. Pikresht. Nuk është okej. Unë menoj që gojdhanat, historia, minimalisht një deri 2 herë në vetë, duhet mi u kujtu këtë një generatave, kush kemi qenë si popull, sa vujtje kemi pas, që këta me shtin kryte vetë që nuk ban, nashta edhe ban më rëbur, nuk është kur gjë e keqe, nashta ban mu martu me një sërbë. Amo
për plagën e prindit, është shumë e rëndë nëse e merr një diçka tillë dhe e çon te shtëpia. Tash, ata merr meja që urbanizmi i ka bu krejtu? Modernizmin ashta. Jo, urbanizmi. Modernizmi nuk jena kërkon ka dal pak. Qysh po mendon urbanizmi? Urbanizmi, ngëm. Kryesisht në për historijat ndryshme edhe në për vendet ndryshme rurale, gjithmonë dalin priste parë të një qëllimit caktum. Asnjë për midis qytetis del. Kupton? Se midis qyteti, asfalt, mirë, kejt. Kurse rrethina gjithmonë hjek nga pushtusi, nga represatori e krejt. Apo? Momentin, unë besoj që edhe aj, të kesh pas kushtet që shikoni Shehërli, që jam une Shehërlis. Mëresh, iniciativa kishte qenë ma e zbet për mu qu kunder. Apo kuptan? Kurse Katunet, tash po folim Drenica, Dugagjini, Llopi. Apo kuptan? S'kan leon. A jetë kuptu? More se ekziston asnjë serb në këto troje. Po mirë dhe vesh për të regoj urbanizmi, buvaki urbanizmi, me të rek një paralele. Ndikon negativisht në këtë puna. Me të rek një paralele. Për para kanë thonë vete plakun e Katunit. Po. Qa ka ndodhë kër e kanë vetë plakun e Katunit? Plaku i Katunit kur s'ka dalë jashtë Katunit vetë. Po. Po e kanë konsideru autoritet ma të menqurin. Po. Ta shpyqe jam lind ka marrë menqurijaj. Kur s'u dalë peja tyt? Për me pleshnu një rend familjes, edhe mi thonë bënja qështu si që kjo është e mirë, pret më rëzotni. Ku e ke marrë ti përvojën që po më tregon mu? A është përvoja njerëzve tjerë që nërë ti kanë kallëzu halët, e ti ke keq përdor me ma jep mu një përgjegje? A është përvoja jote personale që ti ke te i kalu qito sene, shkurt edhe shqip, nëse e ke pa plakun si autoritet ma të menqur edhe ma të ngritur të fshatit, unë menoj që përgjegjet nuk jenë kanë adekuate. Për shkak se shoqënia ka shumë probleme. Tash s'ka mu ashtu se çdo njeri ka në iPhone në Samsung. Si vjen përgjigja. Po dhe vetë ChatGPT, sot është ChatGPT-ja. Plaku i Katunit. Po nuk pe them në ato, modernizim, na gjithë jemi modern. Pa marrë parasysh ku jetojmë, sa ta jetojmë në Drenas, në Podjev, ku pe di unë tash. Mendësia është ndryshe. Po tash ki kontakt me botën. Po urbanizmi. Të qenurit të jetuarit në qytet e ki fjallë. Me qenë urban, dush më konë, njeri, nuk menon rreth aty në seneve. Kështu që... E ka më atletmi të i kalu sfidat. Që ajo më mërë menja, që tash unë s'po du me arsvetu, sepse çdo njëri ka drejt mu martu me kondo. Tash po keni në unësa pe Afrike, po kem. Bravo. Po. Super, është dashnia e bon atë punë, njerëz të mirë. Por... A më bek, nuk është e njajtë si mu martu me një Afrikan si me një Sërb. T'lutna, aden, mëse bën, për mu e për ty, për gjenerata tona nuk është e njajtë. Po, vetëm se... Për mu është ma i pranushëm Afrikane, se sa Sërbi. Hajde pelujna kështu, që unë s'pe arsye ta e ta. Hajde me Rus. Hajde. A e kena pas armik direkt Rusin? Direkt. Qysh, kur ka... A e ka investu komplet luftën, kejt. Me luftarë, me pare, me municion, me helikoptera, me kejt. Qa po të në ti? Hajde për ndalojmë edhe me Rus. Qashtu. Faktikisht, kjo është problematik të cilën është të uzhduk tek ne, nashta është mirë mu konë porosia që ngam, vish me arru zgëzoj. Trajtoja njëherë. Mos e arro ato që ka ndodhë. Histori që arronë për sëritën, fatkeqësisht. S'ko, u kry e din, po ato është obligim i çdo prini. Edhe unë menoj. Me mësu. Tash na sa mu i mësojmë, mos jam kundër, unë i di 5 dialekte gjuhëslave. Une në serbo-kroatisht ligjeroj. Perfekt. Se kom dert. Me njohë gjuhën armiku t'je shumë ma ofër ti. Unë jëmë plus, që ato ma ka thonë, vetë armiku, ma ditë gjuhën ma mirë se unë tonë, për dhe është një temen se di. Ose s'dan me ditë. Jo, mëre, është zërë për ta. Gjuha Shqipe është gjuhë komplekse. Ti të sune kopa, i bëti hova ko. Du me ta të regu një rast, se nuk gjykohet për shambull krejt populli, se ka dhe individ mirë. Më pa të ndodhë mas luftës në Mitrovic, e kom gatru një rrugë. Në vend se me i, na i thojmë lagja e Boshnjakve. Po e di lagjën e Boshnjakve? Në vend se me i na keme një trajnim. Edhe kem të përbashkët, sërb shqiptarë. Edhe na fletëshim për pjesë të ndryshme të qytetit, qysh jenë kanë kër i na kanë të përbashkët, edhe qysh ka ndryshu tash. Tash veni ku ishin për shembull ka qenë shkolla teknike, ka qenë spitali. Ajo e përshkruajke si vendi ku takohen narkomanat, vendi ku takohen prostitutat. Po që ashtu e bën ajo. E kish bërë realisht. Kjo ka ndodhur dikun 10 vite mas luftës. Te na ishin me thuja se gjanat e njëjta, edhe çka ndodh.
dalun e prej asaj zyres, edhe në vend se me i kalogja për shnjakve, e kom gabu rrugën edhe kom dal ka rruga kryesore. Ka ura kryesore. E di ku është që në atë kohë kanë me bo me hingo i tyne u kanë e të mërshme. Krejt që apajsha do njerëz me mjekra qikaq, tatujat kryqa në përdor, edhe unë e meta. Unë njefshe në atë lagje që nuk je tyne. Se unë njefshe njerëz të ngishta. Urbanizmi. Edhe që ndodh, pikrisht kjo qika, që unë e veç e bata debatin me to, vjenë më ka përdor dhe më thot shqip. Ec mas meje edhe as një zamu se As gjallë thash mojt, a? Veç ec mas meje. Edhe më ka qitë deri në ato në rrugë, urës kryesore. Okej. Edhe besam në Zot, prej sekletit që ka bona gabimin tem, nuk më rrim i thonë as falemderit. Ajo ke sërbe, ajo ma shpëtoj jetën në një farë forme, po na para prakisht e patëm një debat. Se unë i thësha s'ka shansë ti veni ku shkollu baba jam, së mund është ti me thonë që u djenë tako narkomanat sot. Se më dhimke, i zhvani spitalit, i zhvani kësaj asaj, mu më dhimke që ka është shëndru qyteti. Sot është normal edhe në dy anë të qytetit, nuk është najfar problemi shumë i madh, po për atë ko për mu ka qenë shumë tabu. Jo më një te përket që s'kom rrimi i thonë falemderit. Do me thonë është ndjenja momentale që ty të banë me mendu pak ma ndryshe për te i krejq asaj historie që ke kalu. Po kur të nalësh në logjik edhe në hapsirën tane me mendu, o kur sa haroj bre një plak, o ka një dokumentar, s'kom qare pa përmen, nashta kjo është e mirë për gjeneratat e ashme. Thët, miqëtët, më kanë të shti, ushtria sërbe m'ja hek djallit tem syt, edhe m'ja përbi. Sot më sillen syt e djallit tem në përbark. Ai bukfalisht e thëjke se nashta ai tretet është normale, thëjke sot më sillen syt e djallit tem në përbark. Veç që detaj me mendu, djallit, kujt djallit që e ka rrit, e ka shkollu, e ka pru deri që aty, me ndodhë që kjo, dhe me thonë, jo që i kisha menu për martesa, po s'po du mu bo vulgare dhe s'po du me kanë shumë me tregu një mlef një i natë, por realisht nëse unë nalna dhe menoj qëto, për mu janë të parënsishëm, për mu janë si diçka që egzistojnë kufi me neve, ata punën e vetë, na punën tonë s'kisha dasht kor me ndjellu rejtje, as etnike, as dëretnike, as kulturore, as kur gjoheq. Sot më mra, për shambull me shku në Beogradu, me punë muna me shku, po nuk është një ndjenë që mu m'jap knatësie dhe që mu me vazhdu me jetu. Ama ti dosh me kryvesh punë, ti s'ke nevoj mi dasht të ta. Jo, mi dasht nuk mund është, unë s'moj mi dasht. Kom pas punë edhe me ta. E kom kry raportin e punës që sa ka gjatë. Edhe unë spesha ato problematike. Tonë menojnë që Mas 2 jave e kom shqie edhe prej Facebookut, edhe s'm ka interesu ma, a është gjalla ka teka. A di shush, kjo pak është e ronë si tematik me kriju një farloj konceptit caktum për me urry dikon. Për shkak se me teorinë teme në botë ekzistojnë dy lloj njerëzish, veç i mirë dhe i keq. Po e keqja auto e mbulu kogja një copë madhe të botës, po si do ne me menu rreth asaj. Do ne me menu rreth të mirës. E mira është që me vazhdu për para, mu sensibilizu na si popull se kem nevoj, se një teori caktume për një doktoreshët të cilën komponu me to, kom asistu për të gjatë viteve 99 deri në 2010, thëjke një shtetit i duhan dikon 10 dhe 15 vjetë mu shëru. Mu shëru. Po, që 26 vjetë halo smuhet jena. Shteti vetë si shtet. Po, dhe po. Shteti si shtet. Smuhet, shërohet edhe vazhdon për para. Do këtë që na kemi pas një farë lije pak ma të gatë. Palajn Bek nuk e di ku shërohet. Unë po të regoj personalisht përvojën tam. Sot edhe filmat kur isha. Kur gjë nuk më kujtohet tjetër, përveç kur e kanë qelë derën e kerit babi tam edhe e kanë shti kalashin, do me thonë 3 fëmija mbrapa ullëm, nana këto, babi këto, edhe përmes nanës, ja shti një automatin qëto. Unë i kom pas 10 vjetë, motra i ka pas 6, vlla i ka pas 4. Kjo është shumë e rronë mu të rëmë. Është memorje që kur nuk të heket prej syve. Qëre, tani kemi rastet. Jo, adin, ta shti nuk muj me shly. Nuk është ta jam. Ngam. Ajo të bon me thonë qatë fjallën ty, që e ki thonë edhe e ki qatë qëndrem, të cilën duhet mund të respektu ty që shemena. Po na duhet mu brengos me ata tjerë që shmenojnë, se për ne na pedim. Për gjeneratat e ashme. Pa tjetër, ajo ka mu shduk një ditë për ditëve. Shduket historia, shduket senet, shduket ndjenja e atë dhe dashunisë të cilën na pe folim, kupton?
që kjo bjen deri në shkatrim total ose në pushtim të përsëritshëm. Se na jemi shku 500 vjet me Turku, 155 vjet Serbi, mundime poshtë e nalta ne jo Bullgari, jo Italiani, jo Gjermani, jo kupton. Për atë thëmë, për me dosh një vend, dosh me kontribu sa më shumë që të mundët. Në mënyrat ndryshme. Pa tjetër. Tu e pas parasysh edhe atë letrën që zban me gjujt ku të mundesh. Po. Qa të fillon, po që tu e shte në gjep, ku të gjesh, edhe pse nuk ka shporta ku me ditë so, po që ato që janë, prit, edhe, ajo he në kulturë tjetë, por edhe të mirëmi vesh. A na duhet ma shumë kohë, që aty është edhe një pyetje e madhe, a na duhet ma shumë kohë. Për mu shëru? Apo për mi një thonë gjëratë? Njëherë duhet vetë-vetën me shëru. Më sarëm, çdo një anë i këshyrim me një farë oportunizmi me kap diçka. Bekun s'menoj që edhe me dash nuk du mu shëru pishën e saneve. Tash, nëse i thu për shembull një gjeneratës të re, nëse ka përjetu diçka të keqe, e mira e ti është mu shëru edhe me hecë për para. Unë kom hecë për para me qëto plak që i kam, jo veçon krejt, komplet si shoqni. E kemi lanë që aty ku kam bet, jemi këthy, kemi provu me forca tona që thojnë prej lugës qajt me ndërtu shtetin. Kena arrit, nuk jemi keq, jemi shumë mirë. Kjo, unë mendoj, tash nuk e dina ashtu asë së mbështeti heq, po unë mendoj që sinqerisht rolin më të madhe kanë luajtur diaspora. Është një lugë shumë e madhe që e ka bohu shqyshmërinë më të madhe këtij populli prej diasporës. Unë nuk e di sot me çfarë fytyre njerëz mundën me i përqesh, mundën me i injoru, mundën me ju thonë jo këta kështu, jo kështu, jo ashtu. Për mu është pjesa më e rëndësishme e shoqënisë që kanë kontribu për këtë vend diaspora. Janë hala, po tash kanë fillu me kuptu që edhe na mundëm. Nuk kemi në kupim. Mundëm me punu, edhe kanë fillu me u tërhek pak, me mendu pak për veten, që është shumë normale për mu. Për shembull, thjesht e din që vllau sot mundet me punu dhe ndërtimtari njej qysh punon ai në Zvicër në Gjermani. A paguhet saj? Nuk paguhet saj. Ja, të pse me punu? Po pse mos me punu? Po, ma mjera me nejt Badiova se mu punu Badiova. Pse me majt ai? Ai mundet me kontribu për prindin që e ka që aty. Po nëse ti je i shëndosh, nëse ti ki kapacitet... Mos pa jeni, ju ka shku menja të luksi që e shojnë në për telefona. Po, pikresht. E për që ata s'punon ai. Shumë ma shpejt e marim sot nani iPhone 17 sa ai që punon atje me kod gjatë. Bile ai ta kur e marrin i kanë do farë kontrata që e pëgujnë më, na ja japëm cash. 1.200 euro ja japëm cash edhe u kry mua vete. Kur të pajsh, një Golf 2 e vozit. Jo, unë i kom pa vetë, ku sa parët për i bëjka kjo se iPhone-in, a ke 17 që bu? Po, se unë iPhone nuk shfridzoj. A i ka këti, kjo djalliri. Po te? Kushe ka që kjo është dallimi. Shka e ka fitu. Do me thonë, është më katë shumë i madhë sot me sha diasporën. Unë nuk menoj që është momenti i dur. Me sha diasporën? Jo me sha, me injoru, me i thonë jo e një kështo, jo s'na keni një mu. Mos e harroni. Po edhe me utallë me tamur e burë është, unë menoj që nuk ja vlen, është gjyna, qëre se cili njeri e ka mendësinë e vetë. Një katunar është i njejtë si këtu, si në Amerikë, si ku dush qaje. E ka mentalitetin që ashtu, nuk e ndryshan. I ka parimet e veta mërë burë, s'ki nevojt mi a ndryshu parimet, pëse ti po mendon ndryshe. Ja, asnjëherë. Po, një qytetar për shembull është shumë alabil. Si të shkon prej Prishtinës në Londër, mundohet mi u përshtat rrethit rrethonave të Londrës. Cili është më i fortë? Çau ta mërmanja? Ai i cili taman. Ai e respekton ligjin e Zvicrës deri prej 8-ve deri në 6 sot punon. Kur kthehet në shtëpi është i zoti i shtëpisë vet. E respekton, e don fëmijën e vet njëjtë. Për shembull, edhe ti nuk sunësh ti mi thonë që e ki gabim. E ka mendsinë që ashtu, ai don me kriju familje të shëndosh. Edhe ai e bën fëmijën e vet me dash Kosovën ma shumë se na që rritëm qëto. Unë ja du që, ja admiroj qëtë pjesë. Ai kur të vjen, nuk i vjen marrë me vesh ma icën të kuqe me shqipon të zezë. Nuk i vjen marrë me tregu që është i Drenicës, nuk i vjen marrë me... Kur gjës i vjen marrë, bile e tregon me mburje. E na, shkojna më shefo mas Tupakut, mas Ridhor Down, sa që janë kanë ata se ty bëke ja kun fillu me ja u haru edhe emrat. Do me thonë, mundohë me marrë vlerat pa qena tonat, mu tjetërsu. Kjo është vlerë... Mos me konë në qatë bronz njëjtë, si kur këta që menojnë... Kjo është vlerë që ata... Mos me konë pjesë që asoj valës po menojnë. Që ashtu bëjve? Pse mos me konë vlerë e valës? Pa ata që ata, që përthu ti Tupak e janin? Jo, absolut nuk i gjykoj. është një identitet që ai mundohet me shpërfaq përmes maricës që e vesh. Kuptova. Po, nuk do të thotë që
mos me dasht venin e vetë, pse mos me dasht. Pse me thonë ai nuk muj me jetu në Prishtinë, për pse s'munësh me jetu në ti Prishtinë, për çka? Duna me dalë jashtë për një kusht më të mirë të jetës. Po provo më burse dhe shtu ki mund si sot bile gjenzit momentin e parë që ti ja prish pak planet e punës, ai ta lëm punën në mes ditës. Po, flutura? Në mes të ditës, bile qohet një 15 vjeçare thotë unë kam u bë milionere, qysh? Unë thotë kam u bë milionere. I kallzojnë një 2 milion mënyra. Jo, vallai bek s'munësh mu bë, edhe unë kam menu qështu. Po unë jam shkollu, e kam kry një master, kam punu në mosha 22-3 vjetë, edhe kam menu që kur të vi t'i kry krejt opcionet e mija që ja kum jap vetit për jetën, muna mu bo milionere, po s'ka shans që të shoqni ju. Veç nëse lind në një trashëgimi familjare. O, krejt ajo po kësi... është problem që s'mujna me zhidhu në ti edhe generatat tonë edhe generatat që të vinë, po lypet në mënyrë përshkallëzume ose në mënyrë që thonë me avash me shku para. Apo shkohet, se që aty është edhe problemi. A është tu shku, apo çdo njëri po menon për veti? Nëse flasim për teknologjinë, po, për shfrytëzojnë shumë bukur. Për çka? Për teknologjinë. Teknologjinë. Për shfrytëzojnë ekstremisht mirë. Mirë. Qëra, me thonë e bukur edhe me thonë e mirë, ka ndallim. Po. E bukura, nëse i thu diçkafit është e bukur, nuk ka nevoj për argument. Nuk vlena e kalo bukura, po? Jo, nuk i nevoj mi thonë... Mu më do këtë kjo, kalo bukur. Diçka që është e bukur, s'kam nevoj me jap argument pëse po menoj që është e bukur. Kur flas për diçka që është e mirë, dush me jap një argument 2, 3, 4, 5 shkaqe. Unë menoj që këta po e shfrytëzojnë teknologjinë tepër mirë. Tash janë argumentet këto. Janë të aftë, i njohin gjuhët e huaja, e përdorin aq sa ju duhet vetë, kus ju kanë venan e lajnë që aty. Po. ChatGPT-n e kanë mas veshi? Plaku i katunit. Nuk e shfrytëzojnë me ditë çka ka ndodhur me popullin tonë, se s'është interes. Nuk është interes, nuk është nuk i hen punë për gjë. S'ko ka me këshyr pak ma të zërnë që ka ndodhur gjatë shekujve. Folim po gjatë 5 dekadave të fundit, a mujna me thonë që është po. Ai e den emrin e Adem Jasharit si një hero që ka jep krejt familjen për këtë vend, edhe që unë menoj që është akti ma i lartë që duhet mu vlerësu. Në ashtë adhe mi kushtetutën. është akti ma i lartë juridik kushtetuta e shtetit? Po. Unë menoj që familja Jashari, shumë familje tjera që i kanë jep ma shumë se 10-15 antarë, duhet mu vlerësu miqita. Që kanë bo mas lufte nuk më bën mu për shtypje. Për mu heroi shtetit tam është Adem Jashari me familje dhe krejt heroi tjerë që kanë vdek. Tash mi thonë për shembull një gjeneratës tre am flet diçka për familjen Jashari, ose pyetja më e thjeshtë, çuçi ka pas emrin nana Ademit, pasha të madhin zot s'den me të kallëzu. Ajo ka qenë një heroin. Nëse s'ka qenë, nëse s'vlerësohet heroin që është vra, vlerësohet heroin që i ka rrit që ata njerëz, që i ka eduku. Tash që kjo është dallimi, që kjo është dallim. Unë menoj që historia duhet me folë ma shumë për këtë banë. Do të thonë, po thu që ka mangësia, po? Në për literatura në përse? Nuk ka ko që nuk e kon këqyr literaturat me këqyr që ka sakt spjegohet, po menoj që betejat e Kines që i kina mësu në antkalumen se dita është që betejat e Kines e të Bullgarisë e këto, me u zhvendosë dhe me dalë qëto ma të rëndësishme. Do të thonë me mësu ma shumë për venin. Normal. Këtu në ven apo jashtë venit? Edhe këto edhe jashtë dhe gjithë. Pse s'ka jashtë informacione për fëmijët tanë të cilët jetojnë në diasporë, të cilët i mësojnë? Ata jam mësën, aty në jam mësën familja bik. Cila, po nëse e mësën, ngam të kalzoj të mësim dhe nja, pe 2 individave dallojnë, a e din që dallon? Po a i mësën ndryshe kënë ndryshe. Kështu që duhet me pas tash ka internet ka apo, a i hen tak aty www.ditoria.com, hen edhe e gjenë diçka që do me ditë. Ato dikush do të mu interesu. Pse nuk shtim pare që aty? Që aty me shti, me bo një website, me mësu histori, me lon emna, me, qëra pëshe, është një burim, do më pe një burim i marim 50.000 vetë. 50.000 fëmijë mësohen njëjtë, jo që ka i thëmë unë. Duhet me mësu të realitetin. Po që ata edhe po të thëmë. Veç realitetin. Këtu kemi problemet mdhaja të cilët nuk i kena minu në fillim. Tash janë pasojë asaj të cilët neve po në kthejnë. Por halon një film adekuat nuk është për Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Kam bo dytësor, tretësor, nuanca, nuk e kam bo sakt lindjen e UÇK-s, që është kanë ardhur iniciativat, kush i kanë ndihmu, a është mungesë e informacionit, nuk e di. Hala mungon një film për familjen Jashari. Mungon, as ka nguxim me bo. Unë mendoj që se cilin njeri që e merë një iniciativë tillë, edhe shkon ullet me djalin e Bacës Adem, unë besoj që kom ja tregut vërtetën prej as dhe në zhë.
Ama, jo, mja bo që shti konvenon këti. Po. Po mja bo realitetin. A jem vra 52 antar, po mu si bo 58 antar. Po. Bani realitetin qysh ka qenë. Kush e ka pushkën, që ata që të parin. Jo që të konvenon ty si regjisor. Tu du të me të nalë pakës që ashtu edhe ka bo dhe Rusia filme për Skënderbeun. Edhe? Suksesi? Suksesi ka Kush qenë ka që sot dhe asoj favor dite kujt është? këshyret ajo. Favort ngëm. Dohem informacione, dohet pore shumë. Amo janë fakte ekzistuese për pek sot. Janë Janë njerëz që janë gjallë, e kanë përjetu. Krejt i dim ato, por po të tregoj një sen. Sot kalojnë gjeneratat, mu nga ra 3 herë me po një film për njonin. Po. Për leken e Avni madh, për Rëstemi, për Aleksandrin. shembull. Apo kuptan, kanë dhonë filma, gjithkush ka marru filma për to. Ky i fundi që u konë, kishte fakte që ashtë hidhun aso që ti s'mushe me pranu atë punë. Apo kuptan. Por, është tamon sakt. Për ato, na duhet kohë. Po ato duft me minu në fillim, jo tash. Tash, mas në fillim s'kena menu rrëth tyne është gabimi joni i jo e generatave që po vjen. Jo, unë s'pi fajsoj këtë generatat. Kështu që, Këto po fajsoj direkt shtetin. I lutem e generatave që po vinë. Let na i përmisoj neve gabimet për hir të atë dhe dashunisë. Dhe na unave po gabime, edhe pse kena kalu shumë. Hej. Është normale. Kush e prano gabimin, gjysa i falet. Falet. Ose identifikimi i problemit është gjysma e zgjedhjes ti. Po, Nëse identifikon edhe ajo, problemin, po. edhe ajo. Për ata thëmë, shëmni dritat, hajde përshkë, që? Raportet familjare, është shumë. Super. Një pa shami, një me shami, amo kjo me ndru, hës, ndron 5 shami e më që Tregoju për bek, tregoju seriosisht, së mëtën me gjikime. I thesha, kjo është si ato, tani tash aty original, ma që në modin se ato kuklat, në ato e qelë tani është një kukullë vogël, tani fetë qërë thirat ajo? Zdi valojnë. është e ruse, ajo me shamisha, e hek tjetra e maj vogël, qështu e. Po, gjithmonë e lumtun edhe e mirë, pozitivitetin, anën banë të cilët me pozitivitet, sa ja kam pa hojrin shumë, po mas shumë t'ja ka pa hojrin dikush, cilin ka shumë të dashtën, kjo e dënë shumë. Baba. Qa ki bo, baba, s'pash më ka zërë, ama qëre, kjo ka më konë lajmë, hajde. Gjithmonë babën e këmë dash ma shumë se nanën, se jo që nana nuk e kam rri dashnin tem në asë një moment, nana është e ndjerë tash, do më thonë që 10 vite, veç ka vdek. Me babin e kumë pasi simpati ndryshë se komunikimin e kumë pas ma normal. Për shambull, 2 vitet e para, kur kom fillu me dalë jashtë shtetit me trajnime, me seminare, jam detyru me pyt, baba bën me shku, në filan shtetin, filan venin. E ki pyt babën? Normal. Për çka e ki pyt babën, tregon? Bab, është një seminar, filan tema, kanë me qenë filan që ka është njerëz. E gjithmonë duhet me pas të jamin e ti? Tjetër. E qka nëse ka thonë, kishtë thonë? Nana ka thonë, nana më ka thonë gjithmonë jo. Pse e ki bo, se më përdu më në ti qëre, e di që a jo s'ka thonë. Por, pse e ki bo? Aha, që edhe njëherë se t'njeva? Respektin e kom pas. A, po nini ju dy, tash t'ju kështë djeme, kështë. Respekti për, amo qëre, prindin familje kanë qenë autoritet. Po, është mëre autoritet, sot asoj dite? Për mu është autoritet, prindi për mu është autoritet. Nëse hani buk, me një kullëm. Hangrës hangre. Një unë i kullet, Une i kam për afërsisht dikun 18 vite që s'jetoj me babën tam. Po për mu është autoritet hala. është babë mëre? Unë sot për shambull një vendim ti për banal me marë, unë e thiri babë që shmja bujtë saj pune. Nështë nuk e ka shkollën tem, po përvoja ti është shumë e madhe së faja. Pa tjetër, që është nimon shumë ty për me vendos. Masi që vdiq nana, me të babi pa keq, normalisht, nasi fmi, del shumë, vazhdoj shumë jetën. Ka me vetë në shpjej, do më thënë? Jo, realisht me të me neve, po me të pa një gru, me të pa një bashkëshorte. Edhe që unë e pashtë arsyshme që nanën tam se ka mytë kërkush. Asë nuk ka qenë shkaku i vdekjes prej kërkuj, ka qenë... Ama nanën tam së ne ka zavencu? Absolut, kora sot, nuk e zavenson. Edhe shkova një mbramje prej qytetit dhe përshoj kishtë zonë gjume me një digitran dorë. Babin, i lodhëm prej punës, thash qa me bo me këtë njeri, thash se kështu të zban me vazhdu. Mu dhem të shumë, realisht. Që u ka qenë qaj shkaku. Që ka qenë qaj shkaku, edhe hina, a pushove ba po. Thash du me të vetë diqka, thash a vë dhe më martu. Edhe i ra krejtë, ti si agencion, papa, s'ka direkt. Katalogun? O sa të zgaç këtë mua bet, gjithmonë dalin, adin jo vene, jo kënej. Ngëm, qëri shtash, kur gjëjtë. Jo, po edhe babi është optimist institucione, është shumë pozitiv, është shumë njeri me plot zemër, është tjep vullnet për gjithë shka. Tash, a i ma shfridzoj, tha,
mënyra e komunikimit me vllain e me motrën, tha është ti. Vendos me këta, fal me këta, në t'ja martmenja, tha, unë nuk e bëj nëse s'jeni u të pajtimit. Më kujtohet si sot i ku më thanë, mu nuk më duhet gruaja jote. Nana jam, ka qenë gruaja më e mirë në botë për ty, është nanë, po edhe nëse dikush vjen në vendin e saj, kërkush nuk ka faj për vdekjen e nanës tënde. Absolut. Edhe kjo ndodhi, dola me do shoqe dhe na tu diskutu, e kemi një teze, është pa martu, arsyeja tha. Pse gjithmonë tezet do të? Nuk e di, bre, tezet janë të mira. Tezet janë të mira. Dashti Zoti u pajtun familjet. Bravo, ju uroj jetë gjatë. Janë shumë të lumtur janë. Babi s'nalet kur, ai veç punon, do me thonë punon 2 ditë një javë të punën që ashtu e kanë 24 orë, 5 ditë javës tjetër i kanë fshat. Ajo është vazhdimisht me babin. Bravo. Kujdes. Paske bo mirë. Shumë. Se vapin, në tavan. Nuk e di në kush se vapi, veç e di që jom liru edhe unë e bek. Se prindi, pavarësisht nana, baba, është... Njeriu, po morë parasysh, edhe pse ka një partner me veti, nalt. E menon ton kohën të është me to, duhet me pasur një partner. Po, pa tjetër. Është diçka që ka leju Zoti mëre, si për gratë, se mandej lindin pyetje ta lejohet edhe grave martu, po lejohet. Momentin që... është njeri mëre? Absolut, si andalon kërkush. Veç qartësoje, a ka mujt me met në i fëmin që atë lidhje, po menoj që s'ka lind hala, qartësoje, kur do që t'lind, a do me met e kësaj familja me marrë me veti, mu martu, Zoti s'ta andalon në asë një moment. është çështje biologjike që duhet me përmbush. Po është çështje shumë e thjeshtë edhe njerëzore. Çdo njeri thash do të me jetu me pas dikon afër edhe me dek afër dikujt. Beson bek që sot asoj grus babit në këtë rast, munona mi najt shumë ma shumë gati se babit. Pasha Zotin, po se e një farë... Edhe mësit për babën e shku. Ma e keqa. Amo jo, është mësit një ma e mirë që e kumë bona ja. Për një me nuk njëna. Ka të shkëzuar ty, bravo ty. Falimderit ty. Qa me bota, shjeta, gjithë shka të qa. Falimderit ty që më nerove që erdhe. Atjetë. Se të kom përzame, se du që shto që shje. Edhe definitivisht kom një mik, një shok, një aran që e thash në fillim, cilin definitivisht e qmoj për ditunin që e ka, për energjin që e ki, për këtë kesh me gjingi, që të proj ka njëherë. Kështu që gjithmonë jam mirë njës edhe për punën që e ki bon, kohën kur ke qenë edhe në atje, po jeta është për plët sfidat ndryshme, jeta qetë problemet ndryshme, po zgjedhin e kum gjetë, qka është, me dashni për i kryshe. Qa ti bësh me hidherime, me sane, veç e rënon problemin. Kështu që nëse doni me vazhdu për para ma letë, me një adres ma të thjesht, gjithmonë merë në dashnin qëtë në para, e keni me pa që keni me dasht shëritin ma shumë, kojshin ma shumë, ki me dasht edhe atë cupin e tukës jashtë oborrit tonë ma shumë, ki me dasht gjdo njeri që dënë dhe të urren, e shëndosh ato që të urren, e dashnia ka me mete njëjtë. Ti, pesh ma i madhë. Kështë falemderi që nga portfollet. A, janë me përmbyll me një tregim të bukur. Që, këtu. Okej, pikrisht për pozitivitetin. Në kohën e profetit ka qenë një cop toke e pashfrytzume. Edhe shkon një njeri thët, po drejtona ja Resulullah i kanë thanë për fara profetit, si mi thanë sot o inderum prishësi i venit tonë, thët me marut një shpi qëto, qëtë pjesë tokës, a është keq. Thot keq është mëse mara. Shkon, vjen i dyti. Thot me maru një pjesë të shpisë që to a është keq, thot mëse mara keq është. Ku vjen i treti, thot ja Resulullah, thot me maru një shpia, më del mirë që to, thot mirë është maraja. Edhe ta është bin konflikt, pëse ne na the keq, e këti the mirë. Tha se pyetja qëllimi, ideja tha ke për të mirë, edhe kur si del keq. Nëse, na e dim, veprat vlerësohen si pas qëllimit, Zoti thot në Kur'an. Nëse ti e bën një vepër për të mirë, besom që ka me dalë për të mirë. Qoftë edhe një copë buke nëse jap një zogu, ka me t'u kthy. Nëse jo nesër momentin që ti ki me kanë mas vështiri, ka me t'u kthy. Kështu që ajo që e tha ti e përmbledha me që t'regim me ndoni mirë, për mi u dalë sanet mirë. Për ndryshe... Porosia është, nëse e nisë për të keq ka me dalë. Patjetër. Që nisë për të mirë. Faleminderit shumë. Ishte knatësi.